Maldin Tafa ishte portieri debutues të këtë ndeshje që debutoi me shumë sukses. Urime Tafa. Faleminderit. Me emocione patjetër ndeshja e parë, zyrtare. Si herë e parë kur luan edhe me ekipin që është kampion, normal që janë emocionet edhe përgjegjësia janë të mëdha. Kur zëvendëson Fatos Beharin në portë, që është një portier me shumë emër, si e ndjeni vetët? Është një përgjegjësi e madhe sepse Fatosin tash e njeh gjithë komuniteti i sportit dhe dihet se vitet dhe eksperjenca Fatosit janë të vlefshme për çdo ekip, jo vetëm për Vllaznin. Po Fatosin duhet me falendëru që me atë eksperiencën e tij munduar të na transmetuar ne portierave të ri. Në ndeshjen e sotme pamë dhe familjen Tafa e cila ju ndosi prej së afërmi, ishin prindit tuaj, por edhe vaj juaj, Bujar Tafa, i cili është pjesë e ekipit të Vllaznisë në basketboll. Ju në futsal, vaj në basketboll. Po rëndësi ka që e njëjta losin pallat sportit të dy. Sporti është diçka e mirë për rinin dhe familja na ka futur në gjakçysh të vegjël më marr me sport. Duhet mi falendëru që kanë investu për ne kaq shumë dhe shpresoj me ja shpërbly sado pak. Maldini, kënaqesh që jeni pjesë e një ekipi kampion siç është Vllaznia Futsal? Normal që jam i kënaqur sepse ti je pjesë e një ekipi kampion me to djem që kanë dhënë një kontribut pa për ekipin e Vllaznisë, edhe për qytetin e Shkodrës është një nder i madh. Pam që u dëmtuat, një dëmtim serioz që latë edhe fushën, por fatmirësisht gjendja është e përmirësuar. Fatmirësisht gjendja është mirë. Dëmtimet janë pjesë e lojës, për momentin e kisha të pamujtën me vazhdu pak prej llimave dhe pak prej goditjes, por gjithçka mirë, falë Zotit. Urime për fitoren. Shumë faleminderit. Suksesin në vazhdim. Faleminderit.